Kiara ka sjell një ngarkesë energjie me postimin e saj më të ri në Instagram, ku shfaqet veshur me një kostum të zi elegant që tërheq vëmendjen menjëherë. Duke u bërë një figurë ikonik në skenën shqiptare, ajo vazhdon të impresionojë me stilin e saj të veçantë. Çdo detaj i këtij kostumi është menduar me kujdes, duke e bërë atë të duket si një yll në ngjitje. Me një grim të përsosur dhe një pamje që ngjall admirim, Kiara ka shfaqur se si moda mund të jetë një formë vetë shprehjeje. Kjo veshje e thjeshtë, por e sofistikuar, e bëri atë të duket më e bukur se kurrë. Ajo e ka marrë këtë imazh dhe e ka transformuar në një moment të paharrueshëm, duke e postuar atë si një ftesë për një ngjarje mbrëm. Ndia dhe fansat janë në pritje të kësaj ngjarjeje, pas fjalëve të saj të fundit të shoqëruara me një mesazh intrigues. Se Hello Tonith, shkruan Kiara, duke lënë pas vetes një atmosferë misteri dhe kurioziteti. Dhe nëse ka diçka që e bën të veçantë, është se ajo vijon të jetë një nga fytyrat më të njohura dhe më të dashura në publikun shqiptar. Sigurisht, bashkë me përshkrimin e saj, ajo ka etiketuar disa emra të njohur duke e bërë postimin edhe më tërheqës. Këto etiketime tregojnë se Kiara është gjithmonë në kontakt me artistët e tjerë dhe miqtë e saj. Mbrëmja e saj është siguruar të mbetet në memorien e të gjithëve, jo vetëm për pamjen fantastike, por edhe për atmosferën që ajo krijon. Kiara Tito, e njohur si një moderatore dhe figura publike, vazhdon të potencojë mesazhin e stilit dhe elegancës. Ajo është një shembull për shumë të rinj se si të shprehin personalitetin e tyre përmes modës. Me çdo postim, ajo tregon se është shumë më tepër se një fytyrë e njohur. Ajo është një influencuese e vërtet në botën e modës dhe artit. E gjithë kjo po ndodh në fund të një periudhe të ngjeshur për Kiarën, pas aventurave në reality show dhe paraqitjeve publike që e bëjnë atë të duket gjithnjë në qendër të vëmendjes. Shpresojmë të shohim më shumë momente të tilla nga ajo në të ardhmen, duke naturalizuar këtë ngjarje dhe duke sjellë më shumë inspirim për të gjithë ne.